A është makina juaj shënjestra e radhës, ja truku i ri i grabicëve. Një pecet e vendosur në dorezën e derës makinës mund të jetë shenjë paralajmëruese se automjeti juaj është vënë në shënjestër për vjedhje dhe autoritetet duhet njoftohen menjëherë. Sipas mediave spanjolle, bandat që vjedhin makina përdorin metoda të sofistikuara për të identifikuar dhe monitoruar objektivat e tyre. Para se të kryen vjedhjen, ata shpesh shënojnë automjetin për të komunikuar anëtarëve të grupit se makina është zgjedhur dhe se duhet të mbledhin informacion mbi rutinën e pronarit dhe vendet ku e parkojnë. Një nga shenjat më të zakonshme të kësaj praktike është vendosja e një pecete në dorezën e derës makinës, nëse peceta qëndron për një kohë të gjatë. Kjo mund të tregojë se makina përdoret rrallë, duke bërë atë një objektiv më të lehtë për vjedhje. Prania e një pecete në dorezën e makinës nuk duhet të konsiderohet rastësi. Pronari duhet të jetë i vëmendshëm ose të kontaktojë menjëherë policinë për të parandaluar një vjedhje të mundshme.